تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Falënderimet dhe lavdërimit takojnë vetëm Allahut te baraka ve teala. Salavatet dhe selamet shofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij, si dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në vim të nderuar vëllezër, vazhdojmë me porositë tona nga surja Al-An'am, porosi nga Allahu Azza wa Jall ku ka thënë: "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum", thuaj o Muhammed, afrohuni t'ju tregoj juve atë që ka bërë Zoti juaj haram për ju, alla tushriku bihi shay'a, që të mos i bëni Allahut shirk me asgjë, wa bil walidayni ihsana, të silleni me mirësjellje ndaj prindërve tu, wala taqtulu awladakum min imlaq, dhe mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika prej skamjes, nahnu narzukukum wa iyyahum, ne u furnizojmë juve dhe ata. Deri këtu, në mësimin e parë, i lexuam këtë porosi, lexuam tefsirin e mufesirëve që a kanë bërë këtyre porosive dhe po ashtu komente nga shejhu ynë Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Allahu e mëshiroft. Vazhdojmë më tutje nga porosit e këtij ajeti apo e këtyre ajeteve. Allahu Azza wa Jall në vijim thot: "Wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan", dhe mos ju afroni al-fawahish, pra mëkateve që kanë të bëjnë me epshet, qofshin ato të dukshme apo ato të fshehura. Ka thënë Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala se i përket fjalës së Allahut Azza wa Jall ma zahara minha wa ma batan, qofshin ato të dukshme apo të fshehura, dietarët kanë dhënë 5 mendime se çdo të thotë kjo. Mirë po, prej kuptimeve është se me fjalën el fawahish për qëllim është zinaja, pra dhe mos ju afroni zinas, ma zahara minha, të duksh qoftë ajo e dukshme, sikurse që të thras njeriu për të, wa ma batan, pra që njeriu ta veproj atë fshehurazi. Dhe ka prej dietarëve që kanë thënë se fjala el fawahish nuk përkufizohet me zinan vetëm, mirë po kuptimi i saj është më i gjerë. Çdo do të thotë se definicioni i saj është kullu ma qabuha wa fahusha min al-ma'asi wa dhunub, çdo mëkat që ka të bëj, çdo mëkat i shëmtuar që ka të bëj me epshet e njerëzve. Dhe Allahu Azza wa Jall është xheloz për normat e tij, është xheloz për ato norma që i ka vendosur dhe ato harame që a ka bërë për haram robërve të tij. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu transmeton, dhe hadithi transmetohet në Sahih Muslim, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La ahada aghyara min Allah, wa lidhalika harrama al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Nuk ka më xhelos se sa Allahu Azza wa Jall, për këtë arsye dhe i ka bërë të ndaluara el-fawahish, pra gjithë ato mëkate të shëmtuara dhe që kanë të bëjnë me epshet e njerëzve, qofshin ato të dukshme apo të fshehura. Ka thënë Sheikh Rabi', Allahu e mëshiroft, fjala Allahut Azza wa Jall wala taqrabu al-fawahish, dhe mos ju afroni fawahish, thot fadlan an mumarasatiha, pra mos ju afroni atyre dhe aq më pak që t'i veproni ato. Nahaka an qurbaniha, Allahu Azza wa Jall të ka ndaluar që t'u afrohesh atyre. Fa idha nahaka an qurbaniha, yani ad-dandanata hawla shay'i, fa kayfa bil 'uqu'i fiha wal 'iyadu billah. Pra nëse Allahu Azza wa Jall të ka ndaluar nga afrimi dhe sjellja rreth këtyre mëkateve, ç'mendon për vetë rënjen në brendësi të atyre mëkateve, dhe Allahu na ruaj, thot shehu dhe përfundon citati i tij. Vazhdon shehu
Allahu e mëshiroft të shpjegoj fjalën e Allahut Azza wa Jall ku thot ma dhahara minha wa ma batan, qofshin ato të dukshme apo të fshehura. Thot Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar që besimtarët t'i ulin shikimet e tyre, qofshin ata burra apo gra. Thot Allahu Azza wa Jall Kull lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Thuaju o Muhammed besimtarëve që t'i ruajnë shikimet e tyre, pra t'i përulin shikimet e tyre dhe t'i ruajnë organet e tyre apo nderet e tyre. Dhe po ashtu Allahu Azza wa Jall i ndalon edhe besimtarët edhe gratë nga kjo vepër dhe thot Azza min qail wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahun. Dhe thuaju o Muhammed besimtarëve që t'i përulin shikimet e tyre, t'i ruajnë nderet e tyre dhe të mos e shfaqin bukurinë e tyre. Dhe s'ka dyshim se Allahu Azza wa Jall kërcënon fuqishëm për atë njeri që i vepron këto lloje të mëkateve. Thot Allahu Azza wa Jall وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Dhe ai person i cili i vepron këto do të gjejë mëkat të madh pra tek Allahu Azza wa Jall, cili do të jetë dënimi për të. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, do t'i shumë fishohet ati mëkati ditën e kiametit dhe përjetësisht pra do të jetë i poshtruar në zjarr. Porosia e radhës, dhe do t'i kalojmë në formë mjaft të shkurtër për shkak se dita ishte paksa e gjatë me mësime dhe dobi të shumta, për të mos i zgjatur secilin prej vëllezërve që është prezent. Vazhdojmë me porosinë e radhës. Thot Allahu Azza wa Jall wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dhe mos i vrisni vetet të cilat Allahu i ka bërë haram përveçse me të drejtë. Dhe s'ka dyshim se të gjithë njerëzit kanë vlerë të madhe. Të gjithë njerëzit kanë vlerë të madhe. Allahu i ka nderuar të gjithë njerëzimin. Thot Allahu Azza wa Jall وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ne i kemi nderuar bitë Ademit, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, pra dhe wa kemi mundësuar atyre udhtimin në tokë dhe në det, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, i kemi bekatuar ata nga mirësitë tona, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, dhe pra i vlerësuam ata mjaft prej çdo krijese tjetër që kemi krijuar. Për këtë Allahu Azza wa Jall wa ka bërë si gjykim dhe si fars themi detyrim Benu Israilve se secili që vret prej tyre një person pa të drejtë llogaritet sikur se të ketë vrarë të gjithë njerëzimin. Thot Allahu Azza wa Jall min ajli dhalika katabna على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Për këtë arsye e shkruajtëm për bijtë e Israilit se ai i cili vret një vete, pra pa të drejtë, pa arsye, pa fesad apo pa vrasje paraprake në tokë, është sikurse pra llogaritet sikurse të ketë vrarë të gjithë njerëzit. Dhe Islami ndalon rreptësisht derdhjen e gjakrave pa të drejtë. Allahu Azza wa Jall thot wa la taqtulu an-nafs në formën urdhërore dhe ndaluese, dhe mos i vrisni vetet. An-nafs pra lil jins, që thot secili njeri nuk lejohet që të vritet pa të drejtë. Thot Shaukani rahimahullah la taqtulu shay'an min al-anfusi allati harrama Allahu illa bil haqq, pra mos vrisni asgjë nga vete që i ka bërë Allahu haram pa të drejtë apo përveçse me të drejtë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta ndalon këtë vepër dhe thot kullul muslimi ala al-muslimi haram damuhu wa irduhu wa maluhu, i gjithë muslimani, pra secili musliman për muslimanin është haram, gjaku i tij, nderi i tij dhe pasuria e tij.
në hadithet e tjera, sikurse në hadithin e Abdullah ibn Mas'ud, dërguari Allahut alayhi salam ka thënë wa qitaluhu kufr, pra vrasja, luftimi besimtarit është kufër, dhe ka thënë alayhi salam man qatala muahadan lam yarih raihat al-janna. Ai cili vret një mosbesimtar, pra që i është dhënë besa dhe mbrojtja nga muslimanët, ky njeri nuk do ta nuhas pra aromën e xhenetit. Dhe për këtë arsye Allahu Azza wa Jall e ka shkruar dhe ka ligjësuar kisasin, pra vrasjen për shkak të vrasjes. Thot Sheikh Rabi'a rahimahullah, wa shara'a al-qisas min ajli dhalik. Për këtë arsye Allahu e ka ligjësuar kisasin dhe vazhdon me ajetin ku thot Allahu Azza wa Jall dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Pra kështu ju porosit juve Allahu që të logjikoni. Dhalikum wassakum, pra kështu u porosit juve Allahu. Allahu ju porosit pra me gjitha këto porosit që i lexuam më herët, që njerëzit t'i largohen shirkut dhe t'i largohen mos respektimit të prindërve, pra t'i respektojnë ata, të mos vrasin fëmijët e tyre, sikur se kanë vepruar në xahiljet, dhe të mos vrasin pa të drejtë. Thot dhalikum wassakum, kështu u porosit juve Allahu. Thot sheikhu wal wasiyetu hiya al-amru al-mu'akkadu al-lazim. Porosia është urdhëri i prerë dhe i domosdoshëm. Urdhëri i prerë dhe i domosdoshëm alladhi yajibu al-qiyamu bih, që është për obligim që secili ta veprojë atë. La'allakum ta'qilun, pra që të logjikoni. Thot ta'qilun al-umura wa tudrikun al-akhtar, që ti logjikoni çështjet, ti logjikoni rreziqet që në përbërjen e tyre i posedojnë këto vepra, allati tatarattabu ala irtikabi hadhihi al-jara'im, pra në vete që i posedojnë këto krime të mëdha. Dhe po ashtu pra tudrikun al-fawaid al-azima min iltizami tashri'i Allahi Azza wa Jall, pra ti njihni këto dobi të mëdha nga kapja pas fesë Allahut Azza wa Jall. Në vijim, Allahu Azza wa Jall na urdhëron dhe na porosit me porosin e radhës dhe thot وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, dhe mos ju afroni pasurisë së jetimit, përveç se në formën më të mirë. Ka thënë Ibnul Manzur rahimahullah, وَالْيَتِيمُ فِي النَّاسِ فَقْدُ الصَّبِيِّ أَبَاهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ. Çdo thot jetim, kush llogaritet jetim? Thot llogaritet jetim që fëmia ta humbas babain e tij duke qenë në moshën para bulughit, pra duke qenë në moshë të re dhe të vogël. Dhe Allahu Azza wa Jall në Kur'an shpesh herë porosit që njerëzit t'i kushtojnë kujdes të madh jetimave dhe të mos e keqpërdorin pasurinë e tyre. Prej këtyre ajeteve është edhe ajeti jon ku thot Azza wa Jall وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Dhe mos ju afroni pasurisë së jetimit përveç se në mënyrën më të mirë, derisa pra të arrijë moshën ai ku di cilët dhe të veproj vetë me pasurinë e tij. Ka thënë Imamul Mufassirin Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah, pra mos ju afroni pasurisë së jetimave përveç se në formën më të mirë, thot وَلَا تَقْرَبُوا مَالَهُ إِلَّا بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُ وَتَثْمِيرُهُ. Mos ju afroni pasurisë së jetimave përveç se për të mirën e jetimit dhe për shtimin e pasurisë së tij. Po ashtu Ibnul Jauzi rahimahullah ka thënë, mos ju afroni pasurisë së jetimit لِأَنَّ الطَّمَعَ فِيهِ كَبِيرٌ لِقِلَّةِ مَرَاعِيهِ وَضَعْفِ مَالِكِهِ. Për shkak se lakmia, mos ju afro asaj pasurie, përse? Për shkak se lakmia tek njeriu është e madhe për atë pasuri, për shkak të dobësisë së pronarit të saj. Vetë pronari i saj është fëmijë, është jetim, pa babë dhe kështu me radhë. Andaj duhet që njeriu pra të largohet dhe të mos i afrohet asaj për ta ruajtur veten e tij dhe ta përdorë atë në mënyrën më të mirë.
Thot Imam Rabi' rahimahullah, Undhur kejfe ja'tani l-islamu bil-jetim. Shiko si kujdeset islami, feja islame për jetimin. Mos ju afroni pasurisë së tij në asnjë mënyrë. Wa hiya ri'ayatu malihi wa hifdhihi wa tanmiyatuhu. Dhe mënyra më e mirë është që njeriu ta ruaj pasurinë e jetimit dhe të mundohet pra që ta shtojë atë. Billati hiya ahsan, në formën më të mirë, bit tijarati fih liyanmuwa, pra duke bërë tregti me pasurinë e jetimit që t'i shtosh atij pasurinë. Dhe s'do të thotë kjo që secili të hyn këtë temë që se ka njohurinë e tregtisë, pra nuk rrezikon dikush me pasurinë e jetimit pa pasur eksperiencë në tregti. Thot wa yuharrimu alayka an ta'kula min mali al-yatimi shay'a. Allahu të ndalon që të shehesh nga pasuria e jetimit, pra në mënyrë të plotë ndalon këtë gjë. Wal wasiyu alayhi in kana ghaniyan falyasta'fif. Nëse ai njeri i cili kujdeset për jetimin ka pasuri, pra ky njeri nuk lejohet që të marrë nga pasuria e jetimit. Wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Mirë, po nëse është i varfër, lejohet që të marrë atë sa është nevoja, pra për të kujdesur për këtë jetim. Vazhdon shejhu dhe thot, la budda min ar-rahmeti bil jetimi wal inayati bih. Është patjetër, duhet patjetër që të ketë njeriu mëshirë dhe të tregoj kujdes të madh ndaj jetimit. Dhe tregon vlerën e këtyre njerëzve që posedojnë ditën e Kiametit, se ringjallen bashkë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe tregon shejhu se i dërguari Allahut alaihi salam ka thënë, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Unë dhe kujdestari i jetimit në xhenet jemi kështu, dhe ka bërë me isharet me gishtin tregues dhe atë të mesëm. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, ya'muru ta'ala bi daf'i amwali al-yatama ilayhim kamilatan muwaffara wa yanha an akliha wa dhammiha ila amwalikum. Allahu azza wa jall urdhëron që t'ju kthehet pasuria jetimave në formën e plot, ashtu sikur se ka qenë, dhe ndalon azza wa jall që të hahet ajo pasuri dhe të bashkohet me pasurinë e vete, pra të bashkoj me pasurinë e vete. Dhe Allahu azza wa jall në ajetet e tjera, apo në një ajet tjetër e ka quajtur këtë vepër dhe këtë ngrënje të pasurisë së jetimit si ngrënje të zjarrit në barkun e personit. Thot Allahu azza wa jall, innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ata cilët i hajnë parat e jetimave me padrejtësi, këta njerëz fusin në barkërat e tyre zjarr dhe do të hasin, pra do të gjejnë një dënim të rënd. Dhe po ashtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam këtë vepër e ka llogaritur nga mëkatet e mëdha, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat, largojuni 7 mëkateve të mëdha. Sahabët kanë pyetur cilët janë ata. Ka thënë alaihi salam, shirku billah, që njeriu t'i bëj shirk Allahut, was sihru, magjia, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, pra që njeriu të vrasë dikën pa të drejtë, vrasje që ka ndaluar Allahu azza wa jall, wa aklu riba, që të hajë njeriu kamat, wa aklu malil yatim, dhe që njeriu të hajë pasurinë e jetimit. Porosia radhës është, thot Allahu azza wa jall, wa awfu al-kayla wal mizana bil qist, pra dhe të regohuni të drejt në matjen në mas dhe në peshim, pra në shitje. Allahu azza wa jall ka thënë, wailun lil mutaffifin, mjerë për ata njerëz, si që i ka quajtur azza wa jall al mutaffifin. Cilët janë ata? Thot azza wa jall, alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun, ata cilët pra marrin mas prej njerëzve
në atë moment janë të përpikt në këtë gjë, wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mirë po nëse ju japin atyre dhe u shesin pesh apo në mas, do me thënë i nxjerrin në humbje, pra marrin dhe nuk janë të drejtë në këtë gjë. Dhe Shuaibi alayhi salam i ka urdhëruar popullin e tij që të jenë të drejtë në këtë vepër dhe u ka thënë auful kejla wa la takunu min al-mukhsirin, pra jeni të drejtë në shitje në mas dhe mos jeni prej të humburve, pra prej atyre që bëjnë padrejtësi në këtë vepër, wazinu bil qistasil mustaqim, dhe peshoni me peshoren e drejtë. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu një fjalë mjaft të bukur: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق. Pra atëherë kur dikush apo një popull, do njerëz kanë bërë hile të themin shitje në peshore dhe në mas, në kasu, pra kanë shitur më pak se sa kanë pretenduar, përveç se atyre u është ndaluar risku. Pra Allahu si dënim u ka paksuar atyre rizkun. Dhe Ibn Kathir rahimahullah thot: يأمر الله تعالى بإقامة العدل في الأخذ والعطاء. Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar që njerëzit të jenë të drejtë në marrje dhe në dhënje. Thot Sheikh Rabi', Allahu e mëshiroft: La budda min al-adli sawa'an akhadhta aw a'tayta. Është obligim që njeriu të sillet me drejtësi, pa marrë parasysh a merr apo jep. La budda an tata'amala bil adli ma'a kulli an-nas fil aqwali wal af'al. Është patjetër që të sillesh me drejtësi me njerëzit në fjalët tua dhe në veprat tua. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dhe Allahu Azza wa Jalla thot: ne nuk e ngarkojmë veten e njeriut skaj mundësive të saj. Çdo thot kjo, shehu thot: yani idha ijtahada al-insan wa balagha aqsa taqatih. Nëse njeriu jep mund të madh, pra që të jetë i drejtë në këtë vepër, dhe jep maksimumin e tij, wa naqasa man yata'amal ma'ahu aw zada li nafsihi fa innahu la yu'akhadhu bih. Dhe ka ndodhur pra paksim apo teprim, ky njeri nuk merret në llogari për këtë vepër për shkak se nuk e ka bërë qëllimisht. Pra Allahu nuk e ngarkon njeriun për te mundësive që i posedon ai. Dhe thot sheikhu: amma al-khata'u wan-nisyan fa marfu'un an hadhihi al-umma. Sa i përket gabimit dhe harresës, pra ato janë të ngritura për këtë umet, pra lapsi nuk i shkruan këto vepra ku njerëzit i bojnë në harres dhe në gabim të padije. Thot Allahu Azza wa Jalla në porosin e radhës: wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Pra dhe nëse flisni apo jepni gjykim, tregohuni të drejtë, edhe sikur se tjetë dikush i afërm me ju. Thot Ibn Jarir at-Tabari: idha hakamtum bayna an-nasi fatakallamtum faqulu al-haqqa baynahum wa'dilu wa la tajuru. Pra nëse gjykoni midis njerëzve dhe flisni, atëherë thua jeni të vërtetën midis tyre, tregohuni të drejtë dhe mos bëni padrejtësi. Thot Ibn Kathiri rahimahullah: ya'muru ta'ala bil adl. Allahu Azza wa Jalla urdhëron me drejtësi fil fi'ali wal maqal, në fjalë dhe në vepra, ala al-qaribi wal ba'id, për të afërm dhe të largt. Wallahu ya'muru bil adli li kulli ahad fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Allahu urdhëron për drejtësi për secilin në çdo kohë dhe në çdo situatë. Dhe në hadith nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu ka ardhur se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: innal muqsitina 'inda Allahi ala manabira min nur. Njerëzit e drejtë tek Allahu pra ditën e gjykimit do të jenë në mimbere prej drite. Dhe s'ka dyshim se njeriu duhet jetë i drejtë në gjykimin që e bën dhe duhet që të verifikohet
për lajmet që i vinë ati nga të tjerët, kështu na urdhëron neve Allahu Azza wa Jall ku thot: Ja eyyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, o ju cilët keni besuar, nëse ju vjen një fasik, një i prishur me një lajm, verifikohuni. An tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, pra që të mos jepni gjykim me ignorancë ndaj dikujt dhe të pendoheni për veprën që e keni bërë. Thot Allahu Azza wa Jall, pra fatabayyanu, verifikohuni. Në një qiraat tjetër është fatathabbatu, që posedon për të njëjtën domethënie. Ka thënë Sheikh Rabi'a, Allahu e mëshiroft: Idha qulta fa'dil sawa'an fil ikhbari aw fi shahadati aw fil jarhi wat ta'dil, أي قول تقوله أي قول تقوله فعدل فيه. Pra nëse flet, nëse gjyko me drejtësi në atë që e transmeton, në dëshminë që e jep, dhe në gjarh dhe në ta'dil, pra në kritikat dhe lëvdatat që i bën, i drejt, dhe në çdo gjë që e thua, sillu me drejtësi në këtë. Thot Sheikhu, vazhdon thot: Allahu Akbar, فالعدل في القريب والبعيد. Drejtësi me të afërm dhe me të largt. Dhe këtë Sheikhu, Allahu e mëshiroft, e ka dëshmuar shpesh herë në biografinë e tij, sidomos në fitnën e Muhammed ibn Hadi. Edhe pse i afërm, mjaft i afërm i Sheikhut, Sheikhu nuk i dha të drejtën atij dhe nuk gjykoi pa drejtësish për të, vetëm dhe vetëm se është i afër dhe vetëm që e ka po të njëjtën emër të kabiles që posedon edhe ai. Mirë po gjykoi me drejtësi dhe kundër tij, edhe pse i afërm i tij. Thot Sheikhu, bin nisbeti lil aduwi was sadiq, trego drejtësi në gjykim për armik dhe për shok. Wal kafiri wal muslim, gjyko me drejtësi për musliman dhe për qafir. Fa innal adla wajibun fi kulli hal, me të vërtet drejtësia është obligim në çdo situatë. Mbaroi citati i Sheikhut, Allahu e mëshiroft. Porosia e radhës është, thot Allahu Azza wa Jall: wa bi ahdillahi awfu, pra dhe besën që ja keni dhënë Allahut, çojeni në vend. Si kuptohet ky ajet? Thot Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah: wa bi wasiyati Allahi allati awsaakum biha fa awfu, me porosin që ju ka porositur juve Allahu, çojeni atë në vend. Wa ifa'u dhalika an yuti'uhu fima amarahum bihi wa nahahum anhu, dhe çuarja në vend e kësaj porosie ndodh duke u bindur urdhave të tij dhe duke u ndaluar nga ndalesat e tij. Thot Sheikh Rabi', Allahu e mëshiroft: Amrul uhudi adhimun jiddan fil Islam, pra çuarja e besës në vend është çështje mjaft e madhe në Islam. Fala budda min al-wafa'i bil uhud, pra është obligim çuarja në vend e këtyre besdhënieve. Dhe përmend Sheikhu se Allahu Azza wa Jall në këto ajete shpesh herë thot: dhalikum wassakum, kështu ju porosit juve Allahu, kështu ju porosit juve Allahu, thot yani umurun hazime, janë çështje mjaft të rëndësishme dhe të prera. Dhe porosia e radhës, thot Allahu Azza wa Jall: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dhe kjo është rruga ime e drejtë, andaj ndiqeni atë dhe mos i ndiqni rrugica tjera posa saj që t'ju devijojnë nga kjo rrugë kryesore. Kështu ju porosit juve Allahu që la'allakum tattaqun, pra që të arrini takvallëkun dhe devotshmërinë. Thot Ibn Jarir rahimahullah: wa siratuhu ya'ni tariquhu wa dinuhu alladhi irtadahu li'ibadihi, rruga Allahut, sirati i tij është rruga e tij dhe feja e tij me cilën Allahu Azza wa Jall është i kënaqur prej robërve të tij. Mustaqiman, e drejt, pra e drejt, la wijaja fi, pra nuk ka lakime në të.
nuk ka lakime ndaj të vërtetës, fattabi'u në formë urdhërore ndiqeni atë. Thot At-Tabari rahimahullah, fa'lamu waj'aluhu li anfusikum minhajan taslakuna. Pra dijeni, mësoheni atë dhe bëjeni për vetët tuaja menhaj, pra për të ndjekur atë. Thot Sheikh Rabi'a, Allahu e mëshiroft, hy në këtë rrugë të drejtë çdo porosi me të cilën na ka porositur neve Allahu Azza wa Jall në këto ajete, min tauhidihi wa ikhlasi dini lah, prej tauhidit dhe prej përkushtimit fes në mënyrë të pastërt vetëm për të Azza wa Jall, wa min ijtinabi shirki wa ijtinabi al-uquq, pra duke u larguar nga shirku dhe duke u larguar nga uquqet, pra mos respektimi i prindërve, wal qiyamu bil birri dhe veprimi i mirësjelljes ndaj tyre, ila akhiri al-ashya allati dhukirat fi hadhihi al-wasaya, deri tek pika e fundit që është përmendur në këto porosi. Thot, kulluha dakhilatun fi sirati llahi al-mustaqim, secila prej këtyre porosive llogaritet dhe hyn në rrugën e Allahut që është rruga e drejtë. Wa alejna an nattabi'a, është për obligim për neve që ta ndjekim atë, për shkak se kështu na urdhëron Allahu Azza wa Jall. Vetë Allahu Azza wa Jall thot, fattabi'u, ndiqeni atë. Kjo është porosia e Allahut Azza wa Jall, biles edhe na ndalon nga e kundërta e saj. Thot Allahu Azza wa Jall, wala tattabi'u subul, dhe mos i ndiqni rrugica tjera. Thot Sheikhu, naha anit tafarruqi wa naha anid dhalal. Allahu Azza wa Jall na ka ndaluar nga përçarja dhe nga ndjekja e të kotës dhe devijimit. Dhe përmend prej tyre pra turuq al-bid'a wa dhalal, la nattabi'u minha shay'a, sa u përket rrugëve të bidateve dhe të devijimeve, nuk ndjekim asgjë prej tyre. Dhe përmend hadithin që përmendi Hoxha Gjemal, Allahu e ruajt, hadithin që transmeton Abdullah ibn Mas'ud, Jabir dhe sahabët e tjerë radhiyallahu anhum, ku tregojnë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka vizatuar një vit të drejtë dhe më pas anash asaj vije djathtas dhe majtas ka vizatuar vija të tjera dhe ka thënë, hadha sabilullah, kjo është rruga e Allahut, pra e drejta dhe e para. Ndërsa ato djathtas dhe majtas ka thënë, hadhihi subul, këto janë rrugica, ala kulli sabilin shejtanun yad'u ilej. Në krye të çdo rrugice prej këtyre ekziston një shejtan që thërret për tek ajo rrugicë. Dhe tregon shehu një dobi mjaft të bukur dhe thot, undhuru qala fil wasiyati al-ula la'allakum ta'qilun. Pra në këto ajete Allahu Azza wa Jall herën e parë tha që të logjikoni. Dhe në herën e dytë thot shehu, tha la'allakum tadhakkarun, që të përkujtoheni. Dhe në herën e tretë Allahu Azza wa Jall ka thënë la'allakum tattaqun, pra që të friksoheni apo të arrini devotshmërinë dhe takuallakun. Thot qala ba'du al-ulama, kanë thënë disa prej dietarëve, dhe shehu thon ndoshta është Ibn Atiyya, thot, çka thën Ibn Atiyya, ka thënë li'annahu idha aqila tadhakkar, për shkak se nëse njeriu logjikon, përkujtohet. Wa idha aqila wa tadhakkara hasalat at-taqwa, dhe nëse logjikon dhe përkujtohet, atëherë rezulton takwallaku. Për këtë Allahu Azza wa Jall ka thënë la'allakum ta'qilun, që të logjikoni, la'allakum tadhakkarun, që të përkujtoheni, dhe la'allakum tattaqun, që të arrini devotshmërinë, pra dhe të drejtoheni apo rreshtoheni në rrugën e drejtë. Dhe së fundmi shehu Allahu mëshiroft përmend disa synime madhore nga këto ajete dhe nga këto 10 porosi që lexuam. Prej këtyre synimeve madhore është el-hifadhu ala ad-dini wa himayatu al-aqida, ruajtja e fesë dhe ruajtja e akides së saktë. Përse? Për shkak se Allahu Azza wa Jalla ka ndaluar rreptësisht shirkun dhe na ka urdhëruar të gjithë neve që të jemi muahidin.
Po ashtu në këtë porosi kuptojmë një synim tjetër të madh që është ndalimi i derdhjes së gjakrave. Ndalohet derdhja e gjakrave në Islam pa të drejtë. Prej synimeve të mëdha nga këto porosi është el-hifadhu ala al-mal, ruajtja e pasurisë. Pra ruajtja e pasurisë së jetimit dhe ruajtja e pasurisë së njerëzve të tjerë duke mos i mashtruar ata në shitblerje. Po ashtu, prej synimeve të mëdha të këtyre porosive është himayatul a'rad, ruajtja e ndereve të njerëzve. Allahu Azza wa Jalla ka ndaluar nga zinaja dhe gjitha veprat që paraprin atë. Thot Sheikhu, فهذه آيات عظيمة جامعة لمصالح الدين والدنيا. Këto janë ajete madhështore dhe gjithë përfshirëse për dobit e fesë dhe dunjas. فلا بد من العناية بها فهما وتطبيقا. Andaj duhet që të kushtohet rëndësi e madhe me kuptim dhe me praktikim. Dhe me kaq edhe e përmbyllim. Elusim Allahun Azza wa Jall që ta bëj atë që është thënë në këtë ditë të dobishme dhe të pastërt për hir të Tij Azza wa Jall. Allahu shpërblet me të mira për dëgjimin e bukur të gjithëve dhe inshallah shihemi së shpejti në organizime të tjera sikur ky. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.